Presidenti Amerikan, Donald Trump, ka mbrojtur marrëveshjen e përkohshme me Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke theksuar se pika kryesore e saj është ndalimi i çdo përpjekjeje të Teheranit për të siguruar armë bërthamore. Duke folur në kuadër të samitit të G7-s në Francë, përpara takimit me emirin e Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, Trump tha se dokumenti i marrëveshjes e përcakton qartë këtë kusht. Sipas presidentit amerikan, Irani nuk do të lejohet të prodhojë, blejë apo të ketë një armë bërthamore, duke paralajmëruar se shkelja e këtij detyrimi do të sillte pasoja të rënda. Trump tha se kjo çështje ka qenë arsyeja kryesore pse ai ka mbështetur dhe ka pranuar nënshkrimin e marrëveshjes. Memorandumi për 14 pikësh mes Washingtonit dhe Teheranit ende nuk është bërë publik, por zyrtarët amerikan dhe iranian pritet të takohen në Zvicër të premten për të nisur negociata më të hollësishme. Bisedimet do të hapen një periudhë 60 ditore diskutimesh teknike, ku pritet të trajtohen çështje komplekse si programi bërthamor i Iranit, pasurimi i uraniumit dhe mundësia e lehtësimit të sanksioneve. Marrëveshja shihet si një hap i rëndësishëm për uljen e tensioneve në linjën e mesme, por mbeten ende shumë pikpyetje mbi zbatimin praktik të saj dhe garancitë që do të kërkohen nga të dyja palët. Ndërsa negociatat përgatiten të fillojnë, komuniteti ndërkombëtar po ndjek me vëmendje nëse ky zhvillim do të sjellë një stabilizim afatgjat apo do të jetë vetëm një pauzë përkohshme në konfliktet e rajonit.